Përshëndetje dashur shikues të emisionit Personazhe në Fokus. Sot, pikërisht kemi ardhur në një qytet turistik dhe një zonë turistike si është zona e Dumres. Me mua sot, në këtë puntat, do të jetë i ftuar një nga muzikantët e kësaj zone, në zonë të Dumres, këngëtari Ledion Raboja. Ledion, faleminderit që je pjesë e emisionit Personazhe në Fokus për të qenë me shikuesit drejt për drejt, ashtu si Ledioni është dhe në aktivitetet e tij, por dhe te kënga popullore e traditës së zonës së Dumres, në përgjithësi dhe të zonës së Elbasanit. Faleminderit për ftesën, ju uroj suksese për emisionin. Unë jam Ledion Raboja, lindur, rritur në Dumre, banues prej 20 vitesh në qytetin e Cerrikut. Karriera ju artistike shënon prej 30 vitesh. Gati 30 vitesh, po. Çfarë do thot për Ledioni një muzikë të zgjedhur të zonës së Dumres për të qenë pjesë e të gjithë këtyre aktivitetet dhe në gëzimet familjare? Muzika për mua është gjithçka. Është diçka që buron nga shpirti im dhe unë e bëj me plot pasion, me plot dëshirë dhe për mua muzika është një thesar i paçmuar. Duke rritur krenarin si zonë, duke rritur trashëgimin muzikore, pasi ju jeni pjesë e një familje që vini me tradita muzikore, kjo biseda jonë do jetë pak e tensionuar në pozicionin e kërkimeve të muzikës popullore të zonës së Trevës së të Dumres, duke pasur dhe si trashëgimin në breza melodinë e këngës së zonës së Elbasanit në përgjithësi. Pikërisht neve do kalojmë tek një pas një në këtë emision duke qenë pjesë e zgjedhur për këtë të shtunë, për shikuesit e emisionit Personazhe në Fokus, duke gacmuar pak me atë pjesën tënde të krenarisë së zonës së Dumres. Ledion, ju para se të dalim tek ato pjesët e bukura që ju keni dhënë, apo takimet spektakolare, apo takime të gëzime familjare që ju zgjidhin në zonën e Dumres, ne para se të nisim pyetjet tona do kalojmë në një këngë të zgjedhur nga repertori juaj që është në YouTube, dhe pastaj do kalojmë tek pyetjet një nga një për të treguar se kush është Ledioni. Ju lutem regjist, kalojmë pak tek pjesa e një këngë që Ledioni ka hedhur në rrjetet e tij sociale. Gjithas morat kja në këmbë, se kjo dësma ka filluar, do këtojmë do bëmage, do t'ja mërim valestruar. Nusja jon me dhëndrim prana, si ty gonë të rënda fili, për ta do këndojmë një kënga, si s'këndoni edhe bilbili. Do këndojmë nga gjitha krevat, do këndojmë nga bledami, si nga bilshi dhuvreja, si nga gramshi Elbasani. Do këndojmë nga gjitha krevat, do këndojmë nga bledami, si nga bilshi dhuvreja, si nga gramshi Elbasani. Jemi rikthyer përsëri me Ledionin për të filluar pyetjet tona një nga një. Si kujtoni fëmijërinë tuaj në fshatin Gjyral dhe ndikimin e babait tuaj për dashurinë dhe për këngën që ju ka trashëguar? Fëmijëria ime ka qenë një fëmijëri e bukur si çdo fëmijëri edhe çdo personi. I kujtoj plot mall, plot dashuri, plot harmoni, vitet arta, vitet bukura që her pas here babi mua më gjente duke kënduar, duke luajtur me instrument, pasi unë i kam pasur ndër filharmonikës që edhe tani që A ka qenë Ledioni pjesë përveç se ka pjesën e trashëgimisë dhe ndikim nga babai? Çfarë instrumenti muzikor i binte babai juaj? Babai im ka qenë një këngëtar për kohën që ka pas një zë të mrekullueshëm, i ka pasur edhe filharmonikës. Në fjalë, instrumenti dhe muzika tek ju është familjare. Po, familjare. Si nisi atë mënyrën e të nisi, si themi ato pikat e para të shiu, do të thosha më mirë në thonjza, që ju u gacmuat nga muzika?
Muzika për mua ka qenë pjesë mosh fare i vogël, fare kur themi Cili ishte mosha juaj? unë isha gjithmonë prezent në trapezat, tavolinat tona kur kishim mysafirë, edhe unë isha gjithmonë i pari që nisja këngën në dreka tona familjare. A është muzika e pandar në jetën tuaj? Po, muzika është e pandar. Pse të thrasin zona e Dumres dhe zona e Elbasanit, të thrasin nona e muzikës dhe e gëzimeve familjare në këtë zonë? Thrasin nona sepse unë kam shpirtin në Dumre dhe tek këngët e Tabanit derisa të jem gjallë, derisa të marr frymë, nuk do të ndalem Te pjesa e Tabanit të zonës së Dumres, besoj. E gjithë folku jotë në gëzime familjare apo në evente të ndryshme kulturore, artistike, ju gjithmonë jeni të fokusuar te pjesa e Tabanit apo dilni dhe jashtë Tabanit zonës tuaj? Dalim dhe jashtë Tabanit, sipas kërkesave, sipas eventeve, sipas festave, sepse kemi miqësi edhe në veri, edhe në jug, dhe do t'i përshtatemi programit, do këndojmë dhe nga veriu dhe nga jugu. Po si ndjehet Ledioni në këtë kohë? Si ndjehet? Ledioni në këtë kohë, në këtë moshë, ndjem që duhet t'jap Më shumë akoma? Ka Ledioni përdhen akoma zë tingull muzikor në shpirtin e tij? Po. Si i formoni varjet? Shpeshherë keni nxjerrë dhe këngë të ndryshme që i ka dhënë ritëm, i ka dhënë emër pjesës tuaj. Si i merr grincat dhe i hedh në letër, apo ke dikush që të ndihmon në këtë pjesë? Po. Ndikohem, frymëzimi është moment, vjen një frymëzim në bashkëpunim me tekstshkruesit, pastaj arrim që të krijojmë diçka të bukur. A ka miq edhe shok Ledioni që varet nga muzika? Po, kam. Plot. Mund na përmendni në një që ndoshta ka një lloj emri në këtë zonë? Unë kam mundësi të përmend një autor teksti. Po patjetër që po. Që më ka krijuar trevat tona. Ne pikërisht për ne kemi zgjedhur zonën e Dumres ta bëjmë emisionin pikërisht këtu në Dumre, aty ku Ledioni jeton për ditë. Po. Është Abedin Murati që dua ta përshëndes. Ka shkruar në bashkëpunim, së bashku kemi realizuar këngën trevat tona që është bërë dhe hit. Sapo doli, mori goxha audiencë, fitoi popularitetin, fitoi. Ju shpeshherë përveç se ftojnë në aktivitetat që unë ta përmenda pak më lart, jeni personazhi më i kërkuar në gëzime familjare. Si e bën Ledioni këtë? Si zgjidhet? Kjo është pjesë sepse duke dhuruar gjithçka me shpirt në çdo ambient, çdo gëzim familjar, çdo skenë, çdo fal kësaj populli na ka mbështetur, na ka vlerësuar sot edhe vite. A ka Ledioni më pjesë që në jetën e tij i ngel meraku që unë dua të realizoj dhe X këngë për X zonë, për shembull. Pasi Elbasani njihet për Isuf në zyrje me radhë, Vëllezër Zena janë këngë hite që ngelin në sot. Por a pëlqen Ledioni të jetë pjesa e hiteve këtyre personazheve që ne kujtojmë? Po, më pëlqen shumë, po kam qenë thjesht kam prezantuar, kam ruajtur identitetin e zonës Dumres dhe identitetin tim nga vi. Edhe pikërisht prandaj jam fokusuar që kam sjellur pothuajse shumë produkte që i përkasin zonës Dumres edhe qarkut, pothuajse Elbasanit. Kam realizuar një këngë para 2 vitesh e bukur Elbasanit edhe jam ruaj identitetin e zonës. Jetë ke vjetra të trashëgimia. Pastaj sipas programit, pastaj në aktivitete kalojmë dhe në rryma të ndryshme. Cilat janë emocionet e para kur Ledioni
ka performuar për publikun. A ndjeshit keq, si ndjeshit? Me dëshirë, si tha, këtë do ta them pak në thojza si thot populli, sepse normale emisioni personazhe në fokus të ka, i duam njerëzit e realitet bartezi, nuk duam njerëzit të lustruara, të bërë me ngjyrat e tyre. Jo, ne duam natyral ashtu si njerëzit janë në jetën e përditshme. Natyral, po. Emocionet krijohen sepse duke menduar për të dhënë maksimumin, më të mirën, pastaj ka momente që çdo artist emocionohet kur del me një publik para një televizioni ose para një maratone ose para një publik me një sken. Çdo artist emocionohet. Si ka evoluar rrugtimi yt muzikor nga dasmat e eshme deri te aktivitetet kulturore jashtë vendit? Si? Gradualisht. Gradualisht, duke performuar në për aktivitete, duke performuar në për skenat vogla, pastaj në skenat mëdha, pastaj duke u njohur me miq, me shok, kemi krijuar lidhjet dhe sot vazhdojmë me aktivitete si çdo vit. Çdo kohë. Përhershme, çdo kohë. Cilat janë zhanret muzikore që ju preferoni dhe pse? Zhanret muzikor, preferencat, unë i pëlqej të gjitha zhanret muzikor, se çdo zhanër ka të sjell atë ndjesinë, atë kënaqësinë e vet. Si e sheh rolet sot të këngës popullore në kulturën shqiptare? A ka dëfërmim? Po ka. Dëfërmim ka sepse po devijojnë nga originaliteti. Çdo këngë mundohen ta risjellin me një formë që dikush mendon se se është diçka më e bukur, po origjinalja mbetet origjinale. Do të kalojmë pak në një thelb, ndoshta do ta kesh pak çik atë si them, dashurinë e madhe për të jetuar në atë vend që ti ke lindur. Pasi pak më lart më thatë që ju jeni shpërngulur nga fshati, mos gaboj, fshati juaj si ka emrin? Po, Gjural. Nga Gjurala dhe jetoni në Cerrik, për 20 vitesh më thatë. A ndikon ndonjëherë vendbanimin në Cerrik në stilin e projektimit tënd artistik? Jo, nuk ndikon sepse dikush që do të ftoj që është simpatizant, adhurues, dëgjues, është dashamirës i këngës, do të kërkoj, do të gjejmë çdo rrjet social edhe nuk ndikon kjo pjesë. Cili ka qenë momenti më i veçantë i karrierës tënde deri tani? Momenti më i veçantë ka qenë pjesëmarrje në për televizione. Kam pas një rast në Itali kur kam performuar në një serat italiane, serat i flasin italisht, një mbrëmje festive italiane. Edhe kam performuar një këngë. Po si u ndjelit Dioni në moment që shqiptarët që ishin aty apo thuajt dhe ngritur duart rokitën, pak sa vjen thënë ju që si u ndjelit Dioni aty? Aty jam ndjer shumë i vlerësuar sepse prezantimi në një publik italian të këndosh këngë shqiptare duke u përshtatur gjithmonë me ritmin e atyre. Edhe të duart rokitesh nga salla, nga dashamirës të muzikës italiane dhe duart trokasin për muzikën shqiptare, ndjesh goxha i vlerësuar për atë që i dhurove moment. Cili moment ju në karrierën tuaj artistike keni përcaktuar apo zgjedhur, ndoshta repertori ju është i mirë i gjithë, sipas ju, sepse çdo këngëtar përzgjedh atë çfarë dëshiron vetë. Dhe ju keni qenë në një event apo në një tasë gëzim familjar që ne mund t'i themi, dhe ju në atë shumë dashamirë të muzikës tënde kam bëroritur e kam thënë bravo Ledion, se ti je kështu, je nona këngës, atë që ne dëgjojmë pak nga publiku. Ke një emocion të tillë dhe të çantë që mund më tregosh? Këtë emocion kam përjetuar gjithmonë, sepse gjithmonë kur shkojmë në për aktivitete, gjithmonë njerëzit na falenderojnë, na takojnë edhe ngelen të kënaqur me çfarë neve i dhurojmë nga pjesa e shpirtit tonë. Vetë ju me që jeni në zhanrin e muzikës popullore tradicionale të zonës, do kishit në një thënie drejt për të gjithë ata që evoluojnë në muzikën e zonës, por me vërtet të evoluosh, por problemi është të ruash tradicionalen. Vetë Lidioni këtë, pavarësisht se ju e përcaktuat dhe thatë pak,
A e ruan atë thelbin kryesor të tradicionales sezonet i? Unë e ruaj thelbin tradicional sepse më duket diçka që sa po vjen dhe po shkon drejt zbehjes. Unë do të kaloj edhe një këngë e fundit që ju keni nxjerrë kohët e fundit, Lulja e Dumres. Po, ka qenë Si kënga ime e pikërisht fundit. i ke vënë këtë emër Lulja e Dumres? A shumë të pëlqen Dumreja? Duke nxjerrur këngë, kam mendova që pse mos ta prezantojmë bukurën e Dumres me një këngë. Pse mos bëj një këngë për bukurën e Dumres, për lulën e Dumres. Edhe kjo ishte gjithçka. Kam nxjerrë Lulja këngë me për sa Dumren. kuptoj është thjesht filozofi e thënërit ty, po Lulja quhet të gjithë zona Dumre, pas ka një bukuri të rrallë. Po. Vajzat, dashamirësia, Po. respekti, kultura, tradita, Po, zanë gjithçka përfshihet në në lulën e pjesën e Dumres. këngë. Po. Si Lulja- ka realizuar Ledioni këtë këngë? Ledioni këtë këngë e kam realizuar, këngët duan kohën e vet. Unë kam gati 3 vite që punoj për këtë këngë. Edhe pjesë, edhe tani erdhi momenti që u publikua. Ju kohët e fundit keni qenë dhe njeriu mediatik në lidhje me evoluimin në spektaklet televizive. Po. Si ndjesh Ledionin në spektaklet televizive? Në spektaklet televizive ndjem shumë i vlerësuar, po kanë dhe ato pjesën emocionale të vetën, sepse E shikoj dhe sot je shumë emocionuar. Je drejt për drejt Ledion me publiku, këtu e s'ka asgjë, ne do jemi çka po flasim. po. Edhe unë mendoj që çdo artist ka emocion. Edhe emocioni e bën një artist që t'japi akoma më shumë nga shpirti, nga Ledioni e ka më mirë të flasë, po të këndoj. më mirë ka të këndoj. Do ta provojmë dhe live. Po me kënaqësi. Me që se jemi gradualisht për të vajtur atë pjesë që ne kërkojmë për emisionin dhe për të gjithë shikuesit, për të pasur prezantimin tënd në fokusin e çdo dite që ti je në zonën tënde dhe je një njerëz që ke ruajtur këtë pjesë dhe po jeton edhe në këtë zonë. Po. Para se të kaloj të disa pyetje të tjera, a mund të na provizosh të japësh një pjesë sugjerencë nga një këngë që është shumë e njohur për zonën e Dumres, që është Tuni? Po me kënaqësi. Oj ke nga Dumreja moj Tuni, shkove moj në kër baka sa noja sa mangane, e qaje mos maga qaje moje zanane. Shumë e bukur. Faleminderit. Përveç se e këndoni bukur dhe e keni edhe dhe në YouTube të gjitha më radhë, është një nga këngët që përqet në zonën e Dumres, po kudo, edhe në Shqipëri të Mesme është një këngë që kërkohet, po vetë zanafillja këso këngë, di diçka nga e ka marrë? Po, me sa di unë, me sa kam pyetur, Tuni ka një histori që një vajzë që është dashuruar me një djalë, edhe familja në atë kohë nuk ka dash që ajo lidhjet bashkoheshin të vazhdonte, dhe kam dash ta pengojnë vajzën ke ure Muriqenit, pusin ta kanë zënë. Pastaj nuk kanë arritur ta pengojnë, çifti u bashkua, edhe vajza i tha, unë nuk e kam çoban djalin, por e kam kapedan, sepse ajo ishte pjesa e shpirtit që ajo dashuron. Ju keni kënduar dhe një këngë keni përkushtuar zonës së Rrikut, mos gaboj. E keni bërë vite më para atë. Unë do kisha dëshirë shumë madhe që ju një pjesë të asaj këngët ta rikthini live këtu në emisionin Personazhe në Fokus, nëse do mundeshit. Pjesa e datës së Rrikut. Po, bravo. Kam bërë dhe një çunë së Rriku para një viti, edhe ajo pjesë e zonës, po juve keni kënaqësinë doni dëgjoni pak nga kapteni. Jo unë, jo vetëm unë, po gjithë shikuesit e audiencës, patjetër pra, sepse sot ne jemi me audiencë. Po, me kënaqësi. O jam çuni Belikut moj, punoj në fermën e Rrikut,
Jam goce belikut, moj, punoj në fermën e sërikut. I dade moj dade dada ime, opse m'kellën o moj jetime. Moj dade moj të keqen, moj dade moj të keqen. Ku i gjeni gjithë këtë zë? Zëri buron nga shpirti. Zëri nuk shterë kur. Përveç se ju këngën popullore e keni futur në atë pjesën e zemrës suaj, a ke dikush që të këshillon kur bën interpretimet, kur jep muzikën apo kur jep zërin tënd që ndorthur jo vetëm në gëzime familjare, por edhe në evente të ndryshme? Po. Ka dikë Ledioni pas? Po, A mund të thuash kur me familjen tim. familja është ajo që të kritikon, të thotë këtu ke dalë keq, këtu ke dalë mirë? Po. Si reagon Ledioni në këtë mes? Po, edhe kritikat duhet i pranojnë. Sepse edhe kritikat për njerëzit janë. Kështu që janë pranueshme gjithçka. Se jo gjithmonë mund të jemi perfekt. Kemi edhe gabime, kemi edhe mangësira si çdo njeri. Meqense sot ne jemi në një ambient shumë të bukur këtu në zonën e Seferajt. Është te bujtina Zejtairia, mos gaboj, është një nga bujtinat më të bukur këtu Buzdiqenit, Po. dhe pikërisht në këtë kemi zgjedhur sot për të bërë pjesë së bashku me shikuesit e emisionit, por përveç kësaj zone që ju jeni në gëzimet familjare. A ka arritur në Ledioni të shkruaj tekst të gjatë dhe dikujt ja ka thënë shiko, unë këtë tekst do ta bëj këngë. A mund ma shikoni? Po, unë jap një ide, për shembull, i ndihmoj tek shkruesin që e ndihmoj që të plotsojmë diçka së bashku. Po, tekst Po te muzika, je kërkues e notat? Me që edhe vetë muzikant. Jam kërkues. Po, te muzika. Po si reagon aty kur ty nuk të shkon dëshira jote? Aty kur s'më pëlqen, më them, kjo do rikthehet. Do ta bëjmë përsëri. Kalojmë te një pjesë që është shumë domethënëse për ju. Çfarë mesazhi dëshironi të përcjellni të rinjve që duan të ndjekin rrugën e muzikës ashtu si e keni ndjekur ju që në moshën 15 vjeçare? Dhe sot keni thjesht 30 vite që merreni me muzikë. Po. Mesazhi im për të gjithë të rinjt që i ka dhuruar Zoti zërin, për të gjithë të rinjt është që të ecin sa më para, të shfrytëzojnë kohën, të nxjerrin atë gjithçka që kanë shpirt, të realizojnë ëndrat, edhe muzika është diçka që e pazëvendësueshme për mua si Ledian. Ledian, para se ne të kalojmë në pyetjen e fundit, do t'i lutesha regjis që të fusim një pjesë nga një këngë të fundit të Ledionit dhe pastaj të rikthehemi te pyetja e fundit dhe mesazhi që ju do jepni në fund të emisionit. Siç mamore lulja e do mesa të bashkë në lëndi mo lëndino vendat në mëngje zose më siç mamore lulja e do mesa. Faleminderit regjis për futjen e kësaj këngë të bukur të kënduar nga Ledion Reboja, këngëtari nga zona e Cerrikut apo zona e Dumres.
Ledion, ne pak më parë, para se ndikshim këngën tënde të thash që ne do kalojmë te pyetjet e fundit, pasi emisioni jon dal nga dal i vjen fundit, të dy ne sot jemi për t'i dhënë publikut atë çka Ledioni është ashtu bardhëzi, ashtu si dhe sot je veshur bardhëzi ti. Po, bardhëzi. Ashtu si Ledioni ishte drejt për drejt në gëzimet familjare dhe në evente të ndryshme, ashtu ishte edhe sot i drejt për drejt. Dhe të falenderoj që ti interpretova ato këngë kaq të bukura pikërisht për këtë emision. Po para se neve të kalojmë te pjesa e fundit e emisionit, unë kisha edhe një pyetje tjetër. Çfarë plani ka apo projekte për të ardhmen në aspektin artistik Ledioni? A ka i plane të zgjerura apo plane të përcaktuara? Planet mbeten gjithmonë surprizë. Ne jemi në muajin tetor. Po. Dhe festat janë përpara, festa çlirimit, ndrimi i viteve. A ka projekte Lediani apo shtuar diku Lediani për të parë atë pjesën e eventeve në studio televizive? Po. Po, kam projekte. Edhe tani përgatitemi për festat. Kemi programuar festat sepse siç e the vetë, erdhën festat e nëntorit. Edhe gradualisht, duke vazhduar edhe me koncertet, edhe me projektet, çdo kohë duhet punojmë. Puna është ajo që na nxjerr. Atë pjesa. Po. Përveç saj, me i diçka tjetër kështu që ju keni në një këngë për ta nxjerrë direkt i rishtas dhe e mbani sekret, nuk po e them publikut, do të pres të dali ajo pas se ta bëj publikun kurioze të gjitha. Ka Ledioni në një tekst, në një variant tjetër përveç se keni nxjerrur një këngë para ca kohësh, Lulja Dumres, që ja keni gjetur një titull shumë bukur, të përgëzoj për këtë. Faleminderit. Shumë i veçantë si Faleminderit ky titull thaj të këngës, por ka Ledioni të tilla projekte desha të të shkruara fokusohem pak tek Lulja Dumres. Gjithë kjo zonë e bukur, gjithë kjo Dumre e bukur. Pse mos bësh dhe një këngë, një lule, atë ne çka thamë dhe më lart. Çka thamë edhe më lart. Edhe kjo. Dhe ti morë spundo Ledion nga kjo pjesë apo morë spundo nga pjesa e bukurisë kësaj zone? Nga pjesa e bukurisë kësaj zone, edhe atë e përfaqësuese është një vajzë, por ajo përfaqëson të gjithë bukurinë e zonës. Edhe aty ka gjithçka. Gjithçka kur flasim për bukurinë e Dumres, për Lulja i përfaqëson të gjitha. Para se të kalojmë te pjesa e mbylljes dhe e fundit, ka diçka për të thënë Ledioni vetë për shikuesit e emisionit Personazhe në Fokus, edhe për për këngën tënde, për muzikën tënde, repertorin tënd që ti bën në pjesën e muzikës çdo ditë, sepse Ledioni më sa shikoj ku jenë jashtë kamerës, Ledioni është tip qesharak, tip social, ti dhe mëra. Këtu në emision na erdhe pak emocional. Si kështu. Ne kemi dhe mikrofonin, të japim mikrofonin të këndosh. Çdo artist ka emocione para kamerës. Para kamerave çdo artist. Repertori juaj është pak domethënës të zonës. Po, repertori im është duke u përmbledhur në program edhe jug, edhe veri, por fokusimi është tek zona sepse unë identifikohem që jam Lediani i Dumres, i Trevës Elbasanit, edhe kjo më ndihmon që unë kam identitetin tim. Kudo që shkoj, thonë, po, erdhi Lediani nga Elbasani ose nga Dumreja. Gacmojmë pak, nëse do zë kishet, si ishte Lediani me politikën, kur eftojnë evente të ndryshme? Ka shtesh, apo thjesht muzika që të mbledh edhe asgjë tjetër? Vetëm muzika. Muzika është shpirti. Aty ndjej të gjithë atë që më plotson. Përveç se të uroj shëndet dhe mirësi me zërin tënd melodioz, të kesh por lumë zona që të ka. Faleminderit. Lumë gjithkush që të fton dhe të ka prezencë në emisionet dhe në takimet të ndryshme që krijojnë dhe mediat e televizionit të ndryshme. Për emisionet tuaja të bukura, suksese gjithmonë, faleminderit për ftesën. Kisha dhe diçka për publikun, për dashamirësit e këngës popullore, në veçanti dashamirësit, adhuruesit e këngëve të mia. Ju falenderoj nga zemra që më keni ndjekur, më keni mbështetur gjithë këto vite. Ju jam shumë mirënjohës, faleminderit nga zemra.
Mitë e mi, para se ne nxjerrim siglën mbyllëse të emisionit, unë u falenderoj për këtë emision të këndshëm sonde me këngëtarin e zonës së Dumres me Ledionin, pasi Ledioni dha shpirtin e vet, ashtu si është në realitet, ashtu si emisioni Personazhe në Fokus sjell çdo të shtunë personazhe të ndryshëm nga bota reale dhe jo personazhe me ngjyra, nga zona e Dumres. Pikërisht nga bukuria e liçenit të Seferajt, i japim fund edhe për sonde emisionit Personazhe në Fokus për të takuar të shtunën e ardhshme me një tjetër personazh.